Dhe ja ku jemi prap, dashur miq. Sot kemi vendosur të flasim për shëndetin, por edhe për energjinë pozitive. Nga doktoresha Feliz e morëm një energji të tillë, e morëm një dritë shprese për rikuperimin e rasteve kur janë edhe të vështira. Shpesh kemi menduar që një trup kur preket nga një smundje siç janë tumoret, shpesh është shëndeti mendor ai që bie në një nivel shumë të ulët. Por na duhet motiv, na duhet energji, na duhet fokus, na duhet besim. Siç na dha edhe doktoresha Filiz. Dhe kjo nuk ndodh vetëm te rastet e tumoreve. Shpesh, si qenie njerëzore, që përballemi me një dinamizëm të pashmangshëm dhe që nuk mund t'i shmangemi, sado që dëshirojmë t'i japim vetës kohë të lirë, pauza, të shkëputemi nga realiteti, është ajo energjia, ai dinamizmi që na merr përpara. Shpesh ndihemi të lodhur, shpesh nuk e kemi fokusin e duhur dhe na mungon energjia. Dhe çdo ditë më shumë, inovacionet në shëndetësi, tregu, po na mundson që të kemi opsione. Nëse dikur kemi pi 7 kafe që m'ja dal me i kry gjitha obligimet e ditës, shpesh ka persona që kanë abuzu me pijet energjike, sot tregu ka menduar edhe për këta persona që nuk e kanë ndoshta të mundur të pushojnë dhe të flajnë gjatë, por që ju duhet shumë energji dhe fokus. Dhe pikërisht është kjo, energjia dhe fokusi që na duhet, pa marrë kafe të shumta, pa marrë pije energjike, të cilat, e kam thënë edhe herën e kaluar, na japin fokus dhe energji vetëm për disa orë. Dhe pas atyre orëve, na shkaktojnë një lodhje dhe një demotivim të pashpjegueshëm. E kundërta ndodh me këta. Por kujdes, mos e pini pas orëve të pasdites, sepse nëse e pini pas orëve të pasdites, lirisht planifikoni me punu edhe në ndrimin e natës. Mund mesni pa gjonë, kështu që kujdes kur e pini. Për të folur për më shumë për këtë tablet të vogël e magjike, kam përfaqësuesen e kësaj kompanie që tashmë gjeni edhe të online mund ta bleni edhe në disa pika të shitjes që do t'i kuptojmë. E kemi të ftuar Agnesa Dedaci. Mirë se erdhe Agnesa. Shëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë kënaqësi me të pa studio dhe faleminderit shumë për sjelljen e një produkti të tillë që na lehtëson edhe na largon prej kafeve të tepërta. Fillimisht faleminderit juve për ftesën. Shumë kënaqësi. Vjen mirë si përfaqësuese Tent Informës me kon pjesë e këtij programit. Kishim pas qef me zgjeru ma shumë përmbajtjen e efektet që i ka sjell ky produkt, veçse që tash ka hyrë në treg edhe veçse që kanë filluar me përdor. Ky produkt është ma shumë për fokus, e sjell fokusin, e sjell energjinë, e ul rënien e lodhjes. Çfarë përmban kjo që ka këtë rol kaq magjik? Po, përmbajtja e kësaj është me L-tanin, ka përmbajtje të kafeinës si dhe të grupit B, B1 dhe B6. Fillimisht L-tanina me kafeinën kur bashkëveprojnë bashkë me zveti formojnë një magji ashtu me qujt që veç se nuk e lejojnë rënien e energjisë ashtu posi dhe e ngrisin energjinë në atë mënyrë që mos me pas gjumë gjatë ndrimit të ditës apo të punës. Sidomos ata persona që shembull veç se zgjuan mëngjes dhe i kanë sytë ashtu direkt të përgjumshëm, një tablet mjafton me pas përqendrim dhe fokus gjatë të ditës. Agnes, kjo përmbajtja që ka kjo tablet, a është diçka për ndonjë kategori të personave, qofshin shtatzanat, ose ku ta diun që nuk lejohet përdorimi? Duhet cek që nuk merret nga çdo kush, fëmijët, gratë shtatzana, nona gjithëdhënëse, si dhe persona që veç se e kanë të limituar përdorimin e kafes, sidomos edhe prej rekomandimeve të mjekut nuk preferohet pa u konsultuar me mjekun. Përndryshe studentat, personat që punojnë gjatë natës, shoferat që veç udhtojnë rrugë gjata, punë me stres, e këto gjana tjera. Po, e këto tjera. Se të marrin energji fëmija shumë. A është e vërtet kjo që e thash unë që në orët e pasdites nuk duhet ta pi? Apo është me? Preferohet në mëngjes mu përdor, një tablet mjafton, por mund të merret edhe para ndonjë aktiviteti, ndonjë interviste, diçka që me pas fokusin ma shembull para se marr, veçse që kam pinë mëngjes, gjithashtu kam pas provim para se marr, fokusin e kam 100%. E ki 100%. Edhe fokusin edhe i ke largu emocione, sepse kur folja me Agnesën tha, është i raport që po dal para kamerave, tha po e kam zgjidhjen.
Kjo, sepse studentat kur na shohin, është me të vërtet shumë shpesh e kemi ndigju si thonje. Besoj edhe ti prej shoqeve dhe shokëve tu, o bre ka mësu, kreti di, po më ka hup fokusi prej frikës. Pikrisht është ajo që... Ta jep një relaksim kjo? Po, pikrisht është ky produkti ajo që bën mos mi pas që ato emocione që ti veç nuk je të mujt me ditë kur gjo. Unë kam shumë shoqe, kam shumë rrjet social që veç janë të përdor këtë produkt, kolegë, shumë tjerë tillë që vetë që kanë arrit ato që ky produkt e jap. E kam një shkputje për bisedet, e kam një shok që kam e dalë thot për herë parë me një vajzë që po shkruan mati me ta dhe ka shumë emocione. Kështu që nëse i të më shiku merre tabletën po kosoho, mirë falë atë jo me hup rastin. A vlen edhe në kësi raste? Patjetër. Se ku me ditë trak del, fol diçka vali dhe ik ajo vajzë. Iku mundësio. Une zakonisht po e marë sidomos para xhirimit të emisionit, Agnesa, dhe me të vërtet, sepse që ka kjo tabla e dyta, e thumë tabla, se ju farmacistët i keni edhe termat e tjera. Unë po e marë para emisionit, sepse në emision Agnesa unë kam tëftuar të ndryshëm me temat të ndryshme që duhet fokus edhe në llojin e temës, që mos t'i përsëris pyetjet e mysafirit parë të mysafirit dytë. A ndikon kjo që ky fokusi, sepse mos ta kesh kuptojnë student, duhet me mësujo për me pas fokusin, se kjo nuk ti mëson lëndë Po, vetë. duhet me cekë këto që okej ti e tu e pi, po mos prit që veç nëse një herë kemi lexuar një diçka edhe ti kemi memorizu. Kjo është diçka që të arriti përqendrimin që qatë proces që e tu e lexuar, tu mësuar se e tu e boni punë, ti me majt men ma mirë, ma lehtë dhe thjesht mos me hup, mos me menduar atë faktin që jo se jam të ditë kur gjo. Një pyetje shumë rëndësishme është në formë kapsule. Ata që kanë probleme me lëkt zakonisht, me stomak, kanë pak problem llojet e kapsulave. Çfarë rekomandohen në raste të tilla me ujë më shumë? Po, duhet me pi me një gotë ujë më të plotë, jo vetëm me pak, normal se duhet me pas tretje më të mirë në lëkt. Edhe preferohet zakonisht pas bukës, shkaki që shumica personave esëll mëngjes mund me pas probleme me lëkt, mund me pas aciditet lart luktit edhe që mos me vështirësu më shumë pjesën tjetër pas administrimit të barit, me pas kujdes me përdor pas ushqimit. Unë zakonisht e kam probleme i gëltit tabletat, po kjo nuk është shumë e madhe, për ata se në treg, në botë, ka shumë persona se unë që gëlltitjen e tabletave bojnë me një shishe ujë, jo me një gotë ujë, po këta e bona me një gjysë gote, se së shumë problematike me e pi. Preferohet edhe ma shumë për në rregullisht pranohet. Jo, këta e bata veç me tregu që s'është e vështirë. Kam njerëz që nuk pinë tableta veç për shkak të masisë të tyre dhe nuk mund t'i gëlltisin. Është shumë e rëndësishme me ditë ata që janë të interesuar me e marë. Për shembull, ka njerëz që shkojnë në gym, edhe ju duhet shumë energji, por harxojnë energji njëkohësisht edhe në punë, edhe mund të ndihen të lodhur. A ndihmon specifikisht tek ta më shumë? Po, normal ndihmon, po vetëm nëse ti e tu e përdor rregullisht. Nëse ti sot po përdor, po thu, jo, hajt sot po pritoj, nesër s'pe marr, hajt se e marr ditën tjetër, jo, duhet mu përdor rregullisht. Nëse ti veç e përdor një muj, 2 muj, ti efektin ki me vrejt për javës parë që veç ki fillu me përdor këtë produkt. Ama normal preferohet kohë pak më e gjatë. A ka ndonjë pauzë që rekomandohet, Agnes? Po, pas çdo përdorimit suplementeve, normal preferohet një pauzë e shkurtë kohore, shembull mundesh me pauzuar një muj, pastaj nëse veç ki nevojë po ta lyp trupi aty na ashtu, po e fillon e përdor prapë. Veç duhet me cekë që gjatë përdorimit të kësaj duhet pak me ul pak përdorimin e kafes, edhe pse kjo nuk është që ka shumë miligram të kafeinës, po për çdo rast ata persona që konsumojnë shumë duhet me ndal pak, jo me përdor në atë mënyrë që kanë përdor më herët. Në fakt edhe përmbajtja e këtij tableti, Agnes, tregon sakt misionin që personat të cilët pinë shumë kafe e kanë zgjidhjen të ndalin kafen, sepse ata e pinë për një arsye. Nuk është që është thjesht një produkt i pëlqyer, e marrin për me ja dalë me i kry obligimet e veta. Sepse kafeina ka një afat shkurt të ngritjes së energjisë, që she the pak më herët. Po, duke pas parasysh efektet anësore gjatë konsumimit të tepërt të kafeinës çka ndodh. Në këtë rast mjafton vetëm një tablet imperium edhe është në rregull. Mirë, e kemi edhe një kategori tjetër të njerëzve që thonë, po unë sun rri pa kafe. Nuk e kanë obligim me ndal kafen, apo? Jo, nuk mund me ndal, vetëm që dëshira për me konsumu kafe i ullet. Po. Nuk është dëshira njëjtë, shembull pi kafen mëngjes në drekë, mas dite në darkë. Jo, e ki pi imperiumin është ta një kafe 2 gjatë ditës, mësh me pi prapë. Se dëshira është ma ullt për me përdor kafeinë. Po, kjo është suplement dhe nuk mund të ketë efekte anësore? Jo, absolut, efekte anësore jo, përveç se ata persona që i ceka që nuk kanë drejt me i përdor, nëse nuk konsultojnë me mjekut, grosht zona, nona, gjithanse, fëmijët dhe persona që kanë problem me zemër ose që kanë ndalu me kafeinën prej doktorave. Po, në këtë rast pa konsultu me ta jo, për ndryshe pjesa tjetër, punëtorët e sektorëve që udhtojnë, adhe në rrugë gjata, studentat, posaçërisht, punëtorët intelektual,
Të gjithë mund ta të gjithë përdorin. mund me përdor. Pra çdo takimi ose çdo mëngjes ka një tabletë. Të përfitimet shkruan, du me ndalë specifikisht e kjo pjesë, me që je dhe farmacisë, po dhe përfaqësuese e Ten Farmers. Po thotë ndihmon në metabolizmin normal të energjisë, përmirëson performancën mendore dhe kontribon në uljen e lodhjes dhe raskapitjes. Kjo janë 3 prej pikave më dobta të secilit njerit, kur ja përmend lodhjen, kur ja përmend metabolizmin dhe kur ja përmend performancën. Janë 3 pika të dobta të secilit njeri. Edhe mund të thonë ata që e provova një javë 2 dhe nuk pat efekt ose diçka të tillë. Konsistenca ka rëndësi në përdorimin e këtina, apo? Patjetër që po edhe nëse ti veç që të e përdorin periumin e ti jetu vazhdu me përdor prap njëtën kohë kafe, jetu e rrit dozën, është njëtë sikur me pi shumë imperium, është njëtë sikur që jetu pi shumë kafe në këtë rast. Këtu të shkruan qartë, sepse është shumë e rëndësishme që edhe ata cilët nuk e shohin emisionin, por e blenë online, ose në pikat e shitjes ku i keni që do të na tregosh pas pak, shkruan edhe kush nuk guxon ta përdor, kështu që mos të abuzon. A mund të abuzohet, për shembull, e kam marrë një mëngjes, i kam kryer obligimet, po kam vendosur me shku në gym në ora 5 masdite. A mund ta marrë një të tillë edhe një 2 brenda ditës? ditës? Tash me opinion pse kam pi shumë herët mëngjes, nuk është problem. Për ata personat, për shembull, veç se që kanë me shpenzu energji edhe pas dite, nuk është problem se ti çat lodhe, pastaj prap ki me shfrytzu për nevoja tjera të ditës të cilat i ki obligim me i përfundu. A i shpeshton dhe shpejton rrahjet e zemrës? Një tablet imperium jo. Nëse ti e përdor kafeinën ma shumë se shka duhet që veç e ceka me harët, atëherë po. Ama nuk është shkaktari imperiume. është shkaktari i dozës tepër që të përdor të kafeinës pastaj. Shumë mirë që e theksove në mënyrë që mos të kenë frikë. Mbi të gjitha thash është një suplement që si që marrim vitaminën C, si që marrim vitaminën D, si që marrim të gjitha llojet e vitaminave dhe suplementeve që na ndihmojnë. Njëjti mision është edhe imperiumit për fokus dhe energji, të cilën e ka jo vetëm në emër, por edhe në përmbajtje. Edhe këta, kur e thot një farmaciste e cila e studiojnë edhe përmbajtjen edhe çdo gjë tjetër që e përdor vetë për familjen e saj dhe që e ka prunë në treg pikërisht sepse e ka testuar fillimisht për vete. Jo vetëm Agnesa, po komplet Ten Farmacy që e kanë testuar me muaj, e kanë shpërndar të ekipa e punës, të stafi vetë, të familjarët e vetë, dhe pastaj kanë ndjenë një siguri për ta sjellë, dhe kjo më ka lënë përshtypje dhe kjo më ka bë edhe më shumë me ju ftu edhe me fol për diçka që ju e flisni dhe tregoni nga eksperienca juaj personale. Po, fillimisht para çdo produkti, jo vetëm kë, në proces janë edhe disa produkte tjera. Fillimisht janë ato ekzaminime tjera që veç bëhen para se mu sjell një produkt në treg, testuan edhe pi neve, testuan me qyra kemi edhe na efekt anësor, pa marrë parasysh që veç janë testu diku tjetër para se mu pru veç këto. Po, kjo është. Kjo është edhe kjo është motive që e kam ndje shumë të lirë veten me fol për këtë produkt edhe kam ndje veten shumë të gatshme me provu. Domethënë nëse unë e jam duke e përdorur për vete dhe kam në mënyrë që t'jem sa më transparent, se kam përdorur edhe gjatë emisionit edhe javën e kaluar edhe këtë javë në mënyrë që me tregu që me të vërtet e përdorim edhe e ka efektin e njëjtë. Po besoj që në faqen e ju i keni postu të gjitha informacionet edhe të rasteve që i kanë përdorur dhe kanë nda eksperiencat e tyne. Po, janë të postune gjitha, janë edhe lokacionet ku veç mundet me u gjenë produkte. Na thuaj pak Agnes, ku mund ta gjejmë? Fillimisht është tek Gjirafa Mall, mundet me gjetë aty çdo kush mundet me hyj tek webfaqja. Po gjendet edhe tek shumica e barnatorëve në tërë Kosovën, Prizren, Prishtinë, Gjakov, Pej. E keni shpërndar në nivel Kosovës komplet? Është shpërndar në nivel Kosovës shumicën e qyteteve. Si po blehet më shumë online apo fizikisht? Shitje ka edhe online, po dëshira jonë më e mirë është më shitje në barnatore, shkaki që edhe farmacistë din me dhënë edhe ato këshilla që online ashta nuk mundet me i marrë, pa marrë parasysh që na veç jemi tu e reklamua dhe në këto produktin që përdoret, që ka ban tek ban, po esenca është që më shit më shumë në për barnatore që mi marrë këshillat e për një farmacistit. Agnes, unë falenderoj shumë që ndave me neve këto këshilla dhe këto informacione bazike, sepse e di nga eksperienca që kur i thu dikujt me përdor diçka e ka shumë nevojshme ta ndëgjoj nga profesionisti. Sado që unë e përdorje, një farmacist si ti që e ndan informacionin edhe eksperiencen personale, është pikrisht ajo informacioni nga burimi i sigur që themi ne në media. Që unë falenderoj shumë që gjithë kohën më ardhe dhe me nda me neve informacione që mund t'ju kryjnë punë njerëzve të cilët janë në dilemë ata provojmë apo jo. Është diçka që nuk ka rrezik, nuk ka kundërefekt, thjesht ka përfitime.
ka përfitime, ashtu se që ceka, du ta ceki edhe njerë studentët, siguronet që veç jam studente farmacist, du ta ceki që është diçka shumë e nevojshme, sidomos për neve që jemi në degë të mjekësisë dhe çdo gjë është shumë më e vështirë, sidomos kur vjen edhe koha e provimeve, kjo është diçka që ta lehtëson në mënyrë më të lehtë, në mënyrën se ç'është jetu mësu. Unë e di për majnë zyre dhe stafi jam janë shumë më të fokusun në mëngjes, në mbledhjet mëngjesit, në vend kafes pjavjap ka një periudhë fokus, e kom gjetë zgjidhjen e dur, kështu që në rregull jemi, unë ju falenderoj shumë për këtë gjetje dhe për këtë prurje, Agnes. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit nga jo. Faleminderit shumë kënaqësi. Në ndërkohë, do të shkputemi për pak sekonda dhe do të kthehemi për me fol për një vend, një lokacion që është hapur së fundmi në Prishtinë, që kushdo që ka qenë aty, e ka idenë që ka dalë jashtë Kosovës, një vend i bukur, një vend që ofron ndryshe nga çdo vend tjetër, çdo gjë që ka të bëjë me bukurinë dhe çdo gjë që ka të bëjë me shëndetin. Pas pak.